Jemi sot në episodin e 3 të kombinati u flet me Eugene Rama dhe me Genci Kojdeli, të cilët do të vetë prezantohen pasi unë t'ju jap fjalën. Por jam shumë i kënaqur që jemi në një bisedë e cila duket sikur nuk është e lidhur me kombinatin, por në fakt është e lidhur sepse është e lidhur shumë me mua, me pasionin për Interin, edhe me që unë jam tashmë shumë i lidhur me kombinatin, do duhet flasim pak edhe për mua, në këtë rast për atë që ne ndajmë të gjithë së bashku, që është çmenduria jonë për Interin. Filloj Eugene. Po. Faleminderit për ftesën. Unë jam Eugene Rama, presidenti i Interklubit, themelues që nga 2011. Siç e the edhe pak më parë kur po flisnim, domethënë jemi bashkëvuajtës në këtë pasion që kemi, po që tashmë na është kthyer në një ritual të shëndetshëm. Ndonjëherë edhe pak i pashëndetshëm, kur na duhet që të vuajmë pak më shumë se ç'duhet, por që është një ritual, një pasion që na ka bërë që të bashkohemi me shumë njerëz, me njerëz që jetojnë larg, që jetojnë afër, moshave të ndryshme, dhe është një pasion i bukur që vazhdon edhe rritet dhe na bën krenar për atë që përfaqëson. Faleminderit zoti ministër për ftesën, edhe pse në momentin që luan Interi ti nuk je më ministri ynë, je Blendi Interisti. Unë quhem Genci Kojdeli, jam drejtori i përgjithshëm Bashkinë Tiranë. Blendin e njoh prej vitesh si figurë politike, po në nivel personal e njoh prej Interit. Teksa ndanim punët e para në bashki, kur Blendi drejtonte në mënyrë perfeksioniste agjencinë tonë të paqeve dhe rekreacionit, kuptova që këtë obsesionin e vetë për perfekcion e kishte të lidhur edhe në anë sportive me Interi, edhe ka qenë si një farë, le të themi, lideri spiritual i grupit ton interist në bashki gjithë këto vite, edhe kur u largua për detyra më të rëndësishme, po e ka mbajtur pasionin e vetë gjallë duke na drejtuar. Faleminderit për ftesën, Blend. Tani Eugene, ne jemi si pak më të vjetër në këtë përpjekjen tonë për të ndryshuar vendin e për të bërë punë publike, të lidhur mes një eksperiencë që na lidh edhe me bashkinë, po edhe sot në punë të përbashkëta që ne mbas edhe i shtjellojmë sot këtu. Por ti je një djalë i ri që vjen, të themi, pak më larg nga politika, pak më larg nga ambientet e administratës, edhe je krejtësisht vetja jote. Administrata jote është Interklub Albania, edhe me thënë drejtën e qanë si punë, e ke kthyer këtë në një brand në Shqipëri që na ka bërë krenar gjithëve këtu edhe jashtë. Po na thuaj në një gjë se si e shef ti pasionin tënd dhe atë që ti bën në raport me kryeqytetin, natyrisht nuk e lidh dot direkt me kombinatin, se ndoshta nuk ka asnjë histori që lidhet me kombinatin, po unë e di që në kombinat ka shumë interist. Mund ta lidhësh fare me kombinatin, sepse në kombinat kemi patjetër shumë antar, po faktikisht Interklub Albania ka filluar si një lëvizje e disa tifozëve ndrimtar në të 18-19-20-tat, sepse këtë moshë kemi pas atëherë, dhe ka vazhduar pastaj gradualisht, po komplet në mënyrë të natyrshme, hap pas hapi, që nga njohja e Interit, që nga udhëtimi i parë në 2012-ën. Thotë në mënyrë të natyrshme, është krejtësisht ka një biznes plan të qartë. Po. Çdo gjë është sahat. Ndoshta është dhe kështu, por ka vazhduar me vërtet në mënyrë të natyrshme, sepse flas kur kemi shkuar në 2012-ën për herë të parë, për shkakun që hera pa që organizoheshim, do shkonim, madje kishim përnotuar një autobus shumë madh. Nuk u bëm aq sa duhesh, në erdhi një autobus që ishte pothuajse rrangalle dhe pam njëri tjetrin tan ku do shkojmë. Edhe përfunduam që shkuam atë autobus, nuk punonte as kondicioneri. Po ne e kishim nisur rrugën tonë, që shkuam Milano, pam ç'a ishte një ndeshje, pam ç'a ishte të organizoheshe, të këndonim. Po si e di e ke vetja jote këtë vokacion të Kjo ka filluar që kam qenë dhe këtë lloj këmbgulje, se nuk e di domethënë, kjo këmbgulja jote është kam pas punuar faktikisht në te lokali i xhaxhait tim, kam pas qenë të bëna këre kamarierë, ai lokali s'ka pas shumë klientë dhe kam pas atë faqen Facebook, domethënë ku kaloja kohën pjesën më të madhe të asaj punës në atë kohë, sepse kisha shumë kohë të lirë. Edhe që aty ka nisur. Pastaj gjërat sjellin njëra tjetrën, sepse nga pasioni i madh sepse gjithçka ka nisur nga pasioni që kanë interistat në Shqipëri, sepse ishte nevoja e një komuniteti për të pas diçka të prekshme. Sepse nuk mund ta kesh të prekshme nga televizori. Nëpërmjet i komunitetit ne kemi bërë shumë gjëra të prekshme.
Edhe nëse kthej kokën pas shoh me 10 fëmijë që sot shoqërojnë lojtarët e Interit në fushë, që është diçka që nuk e blen dot. Nëse dikush shkon sot, thot dua të paguaj kaq e bëj tot, nuk e bën dot. Si një antar i vogël junior e bën. Të shkosh te Selia sot, nuk është në shitje, për shembull të shkosh të vizitosh sallën e trofeve. Këto janë gjitha avantazhe për komunitetin. Këtë rrugëtim dhe këtë s'po them plan se unë bëra shaka, po e ke pasur në mendje që një ditë do arrije këtu ku ke arritur, se sot kam pas informacion se si funksionon interklubet. Interklubet janë themeluar nga Angelo Morati. Ka pasur një janë themeluar nga Angelo Morati në 1960-ën, ka nisur si nismë me ti për të dhënë jetë tifozëve të Interit të organizoheshin larg Milanos, sepse Milano dihet. Kështu që në 1960-ën ka nisur interklubet. Dhe ne thjesht nëpërmjet atij sistemi që Interi ka, dhe duhet ta theksoj që Interi është i vetmi që e ka, sepse Interi ka një administrat të përcaktuar që punon për tifozët. Ndërkohë skuadrat e tjera në Itali kanë një lloj marrëdhënie me publikun, kanë një lloj menaxhimi tjetër, por sepse për shembull marr rastin e Milanit pas gjë të keqe. Kështu rastësisht. Që Milani për shembull ka një organizatë jashtme që merret me këtë pjesë, që nuk e kanë ata fare në kontroll. Kështu që Interi kjo bën diferencën, sepse ata kanë kontaktin direkt me tifozët e tyre. Ka një plan, s'po them djallëzor, por në një plan sekret tu që ju të organizoheni kaq mirë që me vite me radhë të na mbanit ne nën kontroll që mos iknim ose mos i prishnim punë klubit. Se klubi jonë nuk është shquar shumë për blerje edhe për gjëra nuk ka lidhje të shtrenjta në kuptimin e investimeve. Po ne jemi bërë tifoz, paktën flas për veten, ne jemi bërë tifoz kur Interi nuk fitonte asgjë. Fitonte gjë Interi në vitet 90 ku diun 8 kemi fituar. Domethënë nuk investoni shumë në fushë, po investoni në klube ndërkombëtare. Domethënë në klube jashtë Italisë, në mënyrë që ne të shkretët e gjuvuanim, të na kontrollonit që ne... E vetëmja gjë që Inter investon këtë moment edhe më përpara për tifozët ka qenë pasioni, ka qenë edhe emocionet. Ka një element tjetër që ndoshta ju se keni menduar, unë e kam menduar shumë, se unë jam tifoz tani më 30 vjet interist, i cili është një element shumë përfaqësues dhe gati filozofik. Interi është, e the pak më përpara kur po flisnim, Interi përfaqëson the underdog. Atë që nuk ta pret mendja që mund të fitoj. Dhe tifozi interist mesatar është njeriu underdog, që ti nuk pret që me punë, me përpjekje, me përkushtim do ja dal mban. Kjo tregon shumë dhe për karakterin e njerëzve. Unë kështu e njoh Blendin. Se po e bëjmë dhe në nivel personal. Pra, përkushtimi ndaj kauzës të reflektohet edhe në mënyrën se si ti bën tifozlik. Se tifozliku për një skuadër tregon edhe karakterisht çfarë përfaqëson ti. Interistët janë të vuajtur, po janë të përkushtuar. Interisti gjithmonë kujdeset, nuk është mendje madh, nuk merr kot. Janë trajta karakteriale këto që pastaj ti i bënte ditë për ditë me jote në jetë. Unë kështu e kam njohur Blendin. E kam njohur si një njerëz që me cilin nuk fryheshe dot për arritje. Sepse si fillim vinte performanca, për arritja, a e bëm dot në mënyrë perfeksion, dhe pastaj në fund fare, hajde se gëzohemi. Dhe është lloji robit, është prerja karakteriale interistit kjo, që dallon shumë për shembull për hir të argumentit ndaj një oportunisti, nëse unë për ju përshkruaj një njeri relativisht oportunist, pak të lehtë, me shumë gjasa ju e dini për kë po flas, kur e lidhi me një skuadër. Kështu që ne pastaj si interisa na ka koinciduar që një periudhë e madhe vuajtjeje na u kurorëzua me ca fitore të mëdha, dhe kjo i ka dhënë një dorë Eugenit. Se ka qenë një gjenerat shqiptarësh që e kanë dashuruar Interin sepse pasi vuajtën, shkuan në majën e Europës dhe nga ai moment e sipër u krijua një efekt Ortek, dhe sot ne kemi numrat më të mëdhenj në Shqipëri pa diskutim. Kjo na bën veçantë sepse unë po e thoja domethënë pjesa paktën në Shqipëri flas, që janë bërë tifoz nga 96 dhe deri në 2004, 2005, po flas, po ndoshta deri në 2002, janë bërë një moment ku skuadra nuk fitonte. Për çfarë mund bëhesh tifoz? Okej, mund bëhesh për lojtar, por prap mbaron një moment, ikën lojtari. Pse kur iku Ronaldo, për shembull gjërat që u bën me Ronaldo, nuk ndroi një skuadër. Sepse ai shërbeu për ta dashur lojtarin dhe skuadrën, por kur iku lojtari, që të ngelen tifoz të asaj skuadre. Por kjo që tha Kenci është shumë e vërtet, mendoj, sepse gjitha ato vështirësi e kanë përforcuar marrëdhënien që ne kemi pas me klubin dhe kemi parë pak në mënyrë shumë romantike në ato vite, se kur të mungojnë trofet, do fillosh bësh romanca mëdhentate me skuadrën.
Tani unë e falenderoj Gencin, të cilin gjithashtu e njoh në këtë përshkrim që ai bëri për interistët, e njoh shumë kështu edhe Gencin, edhe në përgjithësi na karakterizon kjo dhe mua nuk e di, po mua më është shumë e natyrshme kjo pjesë, domethënë që ne jemi shumë të ndoshta jo vetëm për shkak të Interit, është një çështje e cila është që në zgjedhjet e para në jetë që ti bën. Pra njoh më pak interist që kanë bërë çfarë ka thënë babai ose ku di unë vllai i madh e tjerë, por që e kanë zgjedhur këtë gjë sepse kanë qenë underdogs, se kanë qenë, si më thënë, që kanë sfiduar, nuk po them sistemi, po kanë sfiduar, si më thënë, një padrejtësi ose një në përgjithësi njerëz që besojnë që mund ta rrezojnë statu quo, që mund ta sfidojnë atë kur ajo sillet në mënyrë padrejtme dhe në përgjithësi ne nga ajo vuajtja jonë që ka qenë e lidhur natyrisht edhe me një futboll italian. Tash flasim për Italinë, po kjo quhet internacionale. Ne kemi të gjitha drejtat tona që të jemi fort me Interin, mos herë që zihem me italianin, them quhet internacionale. Mos më thuaj mua se ç'pun kam unë me Interin, sepse ne jemi natyrshëm me një ekip që quhet internacional, është i gjithë botës. Por Serie A na ka privuar nga një futboll i drejtë për shumë kohë derisa erdhi VAR dhe derisa u dënuan ata të Calciopolit e tjerë. Në një farë mënyrë ne kemi të drejtë të mendojmë që vuajtja jonë është e lidhur me një fazë të gjatë problemesh në arbitrimet italiane dhe një lloj dominimi i cili vinte edhe nga një forcë përtej fushës së blertë. Përtej fushës blertë që kishin klubet e tjera. Këtu ju them të gjithëve juve që na dëgjoni nga kombinati që jeni me skuadrat e tjera rivale, nuk është faji juaj, por është e vërteta. Që me siguri nëse do t'i dinim të gjitha dhe do ishim në një tavolinë gjithë bashkë, do binim dakord në këtë pjesë që futbolli do ishte më i mirë me VAR dhe futbolli do ishte më i mirë pa Calciopolin. Për të gjithë, edhe për ju dhe për ne, se edhe shumë titujt tuaj do ishin më të padiskutueshëm. Por kjo ka ndodhur dhe ne na ka bërë të vuajmë, edhe ne tani prap mua më pëlqen kjo gjë që nuk kemi pritur të justifikohemi vetëm me këtë gjë, po kemi kërkuar dhe unë nga arrit deri në momentin e çmendur që ju them juve ndonjëherë që po ne jemi këtu jo për të se ti e ke pa këtë që si më thënë ne duhet i duam pa kushte. Unë them në rregull, kjo është dashuri pa kushte, por nuk mund të jetë dashuri pa kushte fare në kuptimin që ne jemi një tifozëri e organizuar që duhet klubi ta ndjejë që ne nuk jemi dakord me unë mendoj që edhe ti e ke dashurinë pa kushte, po je pak më kritik se sa ne është edhe pak skarmantik. Po, dhe e thot atë për hir thjesht për ta thënë të jetë brenda, se pastaj po doli po fitoi është i lumtur. Po ka dhe një element po të tregojnë çik historinë time personale sepse jam lidhur me Interin. Ju të dy e dini si tifoz të vjetër, edhe të thekur. Ndoshta shumë njerëz mund mos ta dinë që Interi është themeluar nga një shqiptar. E kemi ndarë si informacion për ato momentet tona. Dhe ka dy element, pra që një shqiptar në origjinë Giovanni Paramithioti ka qenë themelues i Interit, i cili koincidencialisht dhe njësoj si ty shumë skarmantik, nuk shkonte në stadium, se kishte tersin se po të shkonte humbiste Interi. Dhe është edhe elementi pastaj se nuk është rastësore që Interi e ka vënë emrin vetes internacionale. Debati ka qenë shumë i vjetër aso kohë, nëse do pranoheshin ose jo lojtarët huaj. Shumica e skuadrave në Italinë e fund viteve 1800 nuk pranonin të fusnin lojtarët huaj. Interi këmbguli që duke qenë se loja nuk ishte italiane, menaxherët nuk ishin italian, normal që dhe lojtarët mund të ishin të huaj. Dhe kjo shërbeu dhe si ndarje mes skuadrës origjinale që ishte Milani dhe degës vet, se ne nuk mund t'i mohojmë le të themi rrënjët tona të përultur, pra ne kemi dalë nga një skuadër e përulur, po pastaj dolëm u bëm internacionale. Pra ka dhe një element ndërkombëtarizimi kjo skuadra që ti me drejt thua ne duhet të këmbgulim te ky ndërkombëtar lloku i Interit. Po sepse për pjesën e debateve të ndryshme që kemi në shumë çate dhe në shumë debate edhe me italian, ndonjëherë edhe kërkojmë më shumë se ç'na takon sipas atyre. Por është një pjesë e rëndësishme e të gjithës kërkesa e lartë. Mua më duket se na bashkon kjo gjë. Nuk dua të paragjykoj askën tjetër. Aq më tepër në këtë pozicion ku jam tani. Por si më thënë, është e lidhur me një kërkesë të lartë që vjen nga një tifozëri e cila
Pa kushte kemi fanellën, pa kushte kemi ngjyrat dhe kemi stemën tonë. Por klubet dhe ne vinë në kuptimin e menaxhimit. Lojtarët dhe ne vinë në kuptimin e menaxhimit dhe ne kemi kaluar ditë vështira duke numëruar një listë që quajmë lista e bidonave. Një listë tjetër thonim po pse. Pastaj ne ziheshim sepse në Riyadh duhet të ndodhte që klubi pranonte atë formulë. Çfarë kuptimi ka që një ekip fiton kampionatin, një tjetër fiton Kupën e Italisë, dhe Superkupa ekonomike më. Dhe po atëherë klubi në këtë rast ka vendosur që ka vënë mbi moralin e kësaj finale, ka vënë mbi moralin e kësaj ndeshje që duhet ishte një ndeshje me dy skuadra dhe na vë përpara një zgjedhje të tillë. Pse ne mos e shprehim në mënyrën tonë me klubin tonë që formula ishte gabim. Ti nuk mund të nxjerrësh fitues të një formule me 4 ekipe, një ekip që nuk ka fituar asnjë nga 2 kupat për cilat luhet Superkupa. Atëherë kjo s'ka nevojë për një zë në ka nevojë për një zë, po do kishte nevojë për një zë edhe Kupa e Botës për klubet që do bëhet në Amerikë, ku ka klube pa merit fare do marrin pjesë, ku lojtarët dikin të bëjnë një turne të ri, pa e ditë se ku do lozin vitin tjetër, sepse kontrata i mbaron me 30 qershor, dhe ato të duhet lozin një kupë ku do shtyn kontratën me 15 ditë. Është kështu, këta i trajnojnë dhe presidentët e klubeve kombëtare të Inter. I trajnojnë, ne nuk kemi mirë, nuk e evitojmë dot faktin. Duhet që ta pranojmë që është e gjitha çështje ekonomike. Është ekonomi. Është ekonomi për ata. Do të jap një rast që ka lidhje me kombinatin. Fol rehat se podcasti më i gjatë. Blendi, se vazhdoj të them Blendi tani se ka kaluar ora. Si ministër ka licencuar një gjë që ne quajmë zona e zhvillimit ekonomik dhe teknologjik Tiranës, TEDA, e cila ndodhet komshije me zonën e kombinatit në terma gjeografik. Dhe një nga gjërat që ne bëjmë brenda TEDAS, ku do ketë një zhvillim ekonomik me fokus teknologjinë dhe vendet e punës avancuara, është që na duhet të flasim me kompanitë të cilat kanë potencialin për të ardhur. Dhe erdhi një kompani italiane, e cila merret me automotiv. Dhe kur ti takon italian, përtej se bën diskutime pune dhe angazhime për kushtime financiare me radhë profesionale, tek tuk do dalë edhe muhabeti futbollit. Edhe unë normal, dhe kam edhe këtë sistema telefonit që jam interiste, diku doli muhabeti, edhe ky investitori ishte Juventin. Edhe i thash, vetëm për vendet e punës që do hapësh, i thash, mund të toleroj që ta afrohesh, se për Juventin për shpirt nuk të lije. Pra, e lidha me të shërin e parave, kur vjen puna në mes, paraja e investimet, do t'ja falim dhe Juventinve pjesëmarrjen që kundi. Ja falim dhe federatës të rast, atë që bën. Po e ditë fortën tani duan ta heqin Superkupën me 4, duan ta bëjnë me 2, sepse arabëve nuk i pëlqen që mund të jetë në finale një skuadër midis Fiorentinës dhe Bolonjës, më duket. Kush do? Pra, domethënë e kupton prapa ai që oferton më shumë, e kupton që edhe ai humb kërkan biznes në rast se kjo s'ka shohun. Kështu që se gjitha rrotullohet, është sot futbolli ky, domethënë nëse i bie që të përplasim i kot me murin, sepse tifozët nuk kanë peshë në këtë pjesë. Megjithatë, ka pasur edhe një ide për të bërë një aksionerat, ë? Një lloj mbështetje financiare nga një aksionerat tifozësh, cilët mund të paguanin një abone, pra ka pasur një gjë të tillë. Dhe me thënë drejtë mua se këtu tani flet edhe njeriu që vjen nga ekonomia dhe inovacioni, që më pëlqen shumë kjo pjesa e demokracisë që ka të bëjë me një kontribut dhe ndërkohë ti ke një zë më shumë për të folur edhe përmes investon apo jo në këtë aksionerat, dhe nuk e di pse nuk e bëjnë, por do ishte ndoshta disa miliona, 10 miliona euro më shumë në vit, të cilët mund përdoreshin për të blerë në lojtar më të mirë, sepse edhe kështu nuk mund të jemi me kaq fat. Aktualisht nuk është e rregulluar nga ligji italian ajo lloj forme aksionariati, domethënë është në Gjermani, ndoshta 90% e klubeve. Edhe po në Itali nuk ka gjetur dot aplikim, po patjetër që po, do ishte më e preferuar paktën për mua, domethënë që në fund ditës ti që je tifoz, thua unë dua të bëhem 0.02% pronar i Interit. Kështu që ajo është shumë ide e bukur, por e gjitha ishte thjesht një flusk, domethënë sepse nëse flisje me personat adapt për atë fushë, thoshte nuk ka aplikim dot. Nuk mundet të aplikohet dot në Itali, sidomos një klub si Interi. Tani si mund të vinë çunat e kombinatit që e ndjejnë që janë me këto ngjyra, dhe këtu jo për partie, jo për kandidat dhe për deputet e tjerë, si mund të vinë takojnë përfaqësuesit që vinë në Tiranë që për surprizë
janë deklaruar apo e dim kush do na vi? Po, është një iniciativë që e kemi marrë ne me mbështetjen e Bashkisë Tiranë, që faktikisht do ta pranoj që ka qenë një mbështetje shumë e madhe në gjithë këto vite, sepse nuk është e thjeshtë që të organizosh, edhe sidomos në një ambient ku gjithmonë më shumë bizneset nuk janë të prirura të mbështesin, kështu që për ne ka qenë ndihmë shumë e madhe fakti që Bashkia na ka qenë aty kur ne kemi pas nevojë për një ambient, për një grumbullim dhe gjëra si këto. Kështu që jo, unë e them këtë hapur dhe nuk e kam fare problem. Ti e di shumë mirë që unë me politikën kam zero lidhje, kështu që dhe besoj kështu do vazhdoj të jem. Dhe po thoja që na vjen një delegacion i klubit me 2 persona që janë në nivel drejtues të Interi, që drejtojnë faktikisht pjesën e departamentit për tifozët, gjithashtu edhe një ish lojtar i Joni, Andrea Ranokja, që ndoshta nuk ka qenë një super lojtar, por është një super çun që mezi po pret vi. Edhe ne duam që të bëjmë një figurë sa më të mirë, duam që të promovojmë vlerat e Interit, duam të promovojmë vlerat e sportit, duam të japim një gjë mbrapsht komunitetit këtu. Po dhe vlerat e Shqipërisë ndërkohë. Patjetër, po prandaj quhet Inter Club Albania. Ne që prej 2011-s në Albania kemi pas ka mbrapa, kudo çdo stem, në çdo shkrim, kështu që ajo është promovim direkt i Shqipërisë. Kudo që shkojmë, tashmë gjithë njohin në nivel pak në Itali, dihet se kush jemi ne dhe çfarë bëjmë ne. Po që fakti që po vjen Ranokja dhe 2 përfaqësues të klubit është një sinjal shumë i mirë për atë që kemi bërë gjithë këto vite dhe që do vazhdojmë të bëjmë. Ftesa është hapur për të gjithë, neve do bëjmë një meet and greet me Ranokjan, ku të gjithë do vinë të bëjnë një foto, të marrin një autograf, të shkëmbejnë një batut, pse jo, ai të na tregojë edhe në një gjë sepse ai ka pas trajner që te Leonardo deri te Conte që ka shumë për treguar, ka kaluar shumë, po siç ka kaluar edhe një periudhë thërrët të Interit, sepse ka qenë thjesht i pafatshëm. Ndoshta luante sot me një mbrojtës ku di unë me De Vrij, me Pavard, do ishte komplet një tjetër gjë. Jo, skuadra është përmirësuar shumë. Në sytë e mi, Bonucci ka qenë aq i mirë sepse ka pas një Kelini gjithmonë në të majt. Kështu që dhe Ranokja po të kishte pas një Kelini. Patjetër. Kështu që po të mos kishin pasur ata 70 bidonët e një faze tonës, të cilët unë i shënoj dhe lista nuk shtohet më. Është shumë vështirë të shtohet, nuk e di Bukanan, nëse mund të futesh e ka listë. Jo, okay. Por ajo lista është, domethënë, ne urojmë të jetë e fundit me cilën ne ndahemi dhe ne dhe brezat që do vinë pas nesh, e ju që do jeni më të ri se ne do jetonin shumë gjatë, të mos keni kur në dollapet tuaja një listë që është aty sepse debatojmë me njëri tjetrin dhe thonë jo, po jo lekët kanë qenë më lekët, kanë qenë milionat e eurove, po i investonim në gabim. Kështu që Interi ka mësuar shumë edhe Ardhja Marotës na ka sistemuar goxha. Tani nga grupi që punojmë ne, që kuptohet që dhe ndihmësi im qëllon që është njësoj si ne. Rastësisht. Mos themi dhe më keq se ne, në kuptimin e shkallës vuajtjes për Interin, që domethënë më duron dhe mua kur kam ato fazat e mia, raptuset e mia kur Interi gabon, po që është edhe vetë më keq se unë. Më ka përgatit një pyetje që thotë që nëse politika do të kishte sistem VAR, çfarë mendoni se do të dëshironi të rishihnit? Është një pyetje shumë e fortë kjo, në terma nga këto $1 milion pyetje. Në qoftë se politika do të kishte një VAR, unë do doja të shikoja shumë marrëdhënie që ne kemi krijuar me qytetarin në disfavor të interesit përbashkët. Shumë gjëra kanë ndodhur në këtë vend që është mbyllur një sy nga sistemi, nga unë, nga ti, nga të gjithë ne që kemi pas diçka në dorë për të bërë për këtë vend, dhe për interesa mediokre të vogla janë lënë të kalojnë sepse politika ka pas interes numerik, që do të thotë unë për shembull për aq sa të njoh ty personalisht, e di që nuk do bëje kompromis me ca parime morale të etikës tënde, të vlerave tua, thjesht dhe vetëm për të pas një përfitim të vogël. Kjo ka ndodhur rëndom te vendi jon dhe kjo na ka çuar në një tranzicion të më shumë të gjatë se ç'duhet. Dhe kjo marrëdhënie mes likshmërisë dhe politikës dhe votuesit në mes duhet ndryshoj. Pra, dhe votuesi vetë duhet të evoloj,
Pra edhe votuesi duhet të ketë një varë të brendshëm dhe të thotë unë nga Blendi do kërkoj që të më rregulloj 2 gjëra më mirë si ministër. Jo të më rregulloj vend pune për një shok. Unë nga Blendi do kërkoj që të më jap një ide të mirë se si do zhvillohet ekonomia, jo të më rregulloj një leje legalizimi. Këtu duhet futet vari, te marrëdhënia institucionale mes popullit, përfaqësuesit që është sovrani, dhe ne që e marrim këtë mandat, qoftë nivelin tim që jam nivel lokal apo ju që jeni nivel qendror. Për mua ky do ishte vari kryesor të kjo marrëdhënia interesi qytetar, përfaqësues dhe komb. Thjesht para se ta kaloj fjalën për ta përmbledhur për publikun, nëse do të kishte ky tranzicioni jon si temi varë dhe do ktheheshte mbrapa, do të shikonte që do të kishim shumë njerëz të cilët do duhet ishin interistë. Po. Sepse do duhet kishin vuajtur nga shumë padrejtësi, edhe përjedhoj do ishin shumë të interesuar që të kuptonin se kush ja u ka bërë këto padrejtësi, dhe në këtë rast si ne me Kalçopolin edhe me atë që më pas vari ka kthyer, se ka kthyer një balancë, ka kthyer një është më e mundshme që Napoli, Atalanta, ne edhe Juve natyrisht dhe Milan janë aty gjithmonë, por janë 4, 5, 6 që lëvizin edhe që janë shumë afër në rivalitet, që tregon që ka më shumë rregulla dhe ka më shumë respekt për rregullat, ligjin, tha Genci, edhe e the shumë bukur Genci, edhe kështu që nuk dua ta zvogloj, po tani është rradha ime. Nuk e kisha menduar faktikisht, po mendoj ndërkohë që edhe Genci po thoshte atë që tha që jam dakord, por mendoj që për mendimin tim unë do e kap varin thjesht te koncepti kohë, që vari ka aftësinë që ta ndaloj kohën, të kthehet, të rekuperoj një gabim dhe pastaj të rifilloj prap aty në mënyrë të balancuar. Dhe unë do thoja që do merja shumë thjesht premtimet. Nëse një premtim prek në mënyrë direkte qytetarët apo rrit shpresat e tyre në një mënyrë që më pas i lë shumë zgënjur sepse ajo duhet matur, sepse ndoshta shumë premtohen, ndoshta disa nuk bëhen sepse nuk munden, disa nuk bëhen sepse nuk duan. Po që kjo ishte te premtimet. Nëse dikush nuk mban premtimet, le të thot 5 premtime që do jenë subjekti varit. Dhe ato të ktheheshin mbrapa dhe të ishte kartoni kuq dikush tjetër dhe vita zonë. Po thjesht një mendim i shpejt. Jo, shumë mirë, futbolli na ndihmon që të jemi edhe më të marrim shembuj konkret. Të artikuluar për problemin që kemi që janë zakonshëm. Në unë dhe Genci, unë më shumë sot, sepse rastësisi që jam në këtë detyrë, që është një privilegj, por që nesër mund të jetë Genci në një detyrë shumë lartë dhe mund të jem unë duke komunikuar me Gencin në një pozitë nga pak më anasha, pak më poshtë, por unë ndjej shumë të gjë që është e nevojshme. Nuk dua të mendoj që askush dhe nuk dua ta besoj që askush mund mendoj që edhe këtë podcast e bëjmë për interes, po themi politik apo fushate, nuk është kështu. Përkundrazi madje më këshilluan që nuk është mirë për shkak të fushatës, por u thash që dëgjoj, nëse ka një mundësi që ne t'i themi njerëzve që këta jemi dhe që ata të kenë më shumë besim se ne jemi të vërtet dhe ne, si me thënë, jemi këta që jemi dhe nuk e kufizojmë askënd që të na di kështu si që jemi, është edhe një podcast për atë që është një pasion i imi në këtë rast, po që nuk është kundër as një Milanisti dhe Juventini apo në një skuadër tjetër, përkundër si mendoj që ata duhet vlerësojnë që ne këtë gjë e themi dhe jemi duke mos e fshehur për arsye të fushatës apo politikës. Pra, mund të ketë më shumë tifoz milanist apo juventin, nuk ka rëndësi, ne nuk do jemi këtu për të bërë asnjë peshore, ne mund të jemi në një moment edhe në një minorancë, edhe nuk të intereson në kuptimin elektoral. Po, pa tas do ishte kaq bukur dhe nuk do ishte i njëjta frymë, i njëjti pasion, sepse duhen gjithmonë të kesh kundërshtar, të kesh njerëz që të bësh sfoto. Po loja merr sens nga antagonizmi, nga kundërshtari. Patjetër. Sepse për shembull unë shoh në një kampionatin gjerman, e shoh thjesht për inerci, një 10 vjet kur humbet Bayerni. Domethënë nuk e kuptoj dot ku mund ta gjeja unë një motivim që të ndiqej një skuadër që fiton gjithmonë. Ndoshta e flas nga këndvështrimi im që jam tifoz i Interit që nuk jam mësuar të fitoj gjithmonë, jam mësuar të vuaj dhe të fitoj, të vuaj, të fitoj. Ideja është çfarë të mendonte një tifoz i një skuadre tjetër që na shef ne tani dhe që do duhet pas 2 muajsh
te kutia votimit përballet me zgjedhjen se për këtë do votoj. Pra nuk e dëmtojmë veten dhe kjo ishte gjëja që qofse njerëzit do votonin në mënyrë kaq sipërfaqësore, mendoj që nuk duhet kishin të drejtë të votonin sepse do ishte shumë sipërfaqësore të votosh sepse dikush me Interin apo me Juve pra, apo Ka një gjë, dy gjërat nuk lidhen me njëra tjetrën, mendoj, Blend, sepse ka ca studime të mira që thonë që njerëzit nuk e ndrojnë dot skuadrën me të cilën bëjnë tifozlik. Ka një mekanizëm të brendshëm shumë çuditshëm që të duket si një biçim autoturpi. Pra mua nuk më ndalon asnjë gjë që sot të zgjedh ta lë Interin, ta zgjedh vet dhe të bëhem për jetë argumentit me Real Madridin. Apo jo. Nuk ndodh. Dikush që është rrit shteteve mund të lëvizim ne. Të kuptoj. Po edhe brenda shtetit më whatever, nëse ti në jetën tënde e ke nisur që i vogël, siç e kam nisur unë që kam qenë adoleshent, jo, post adoleshent. Duke tifuar Interin në fillim viteve 90, ta ndroj tani edhe me veten time do ndjesha turp, apo do ndjesha si legend. Ç'është ky që ndron skuadrën? Nuk ndodh. Ti mund të ndrosh përgatësi politike. Mund të ndrosh preferenca për aktor, për filma, për muzikë. Sepse nuk është tifozlik prandaj. Po nuk ndodh, pra dhe ky është një element gati e thon shpesh edhe kështu thuajse filozofik, është si besimi po në italisht është fede, kështu që nuk kanë fjalë. Jemi dakord, por fede atje kështu dhe nuk mendoj që do ndikojë te vota, sepse njësoj besimtar janë dhe ata të Milanit dhe Interit nga ana tjetër, të Juves. Po nuk i ndryshon të ditë për ditëshme. Blend ke shembullin perfekt, Berlusconi. Milanist më të thekur nuk gjen, po pse se kanë votuar interistat? Kanë votuar se greqi. Po, sigurisht, absolutisht. Patjetër dhe ka qenë shumë i preferuar madje. Të doja unë të sqaroja dhe nuk e kisha me ju se kam besoj as me ata që po na dëgjojnë, po me stafin tim e kisha kësaj here, se patëm një debat për këtë pjesë, edhe që ideja ishte që përfundimi është ky, domethënë ata mund mos duan Interin dhe mund mos besojnë ato që themin ne për Interin, apo mund mos jenë dakord me ato që themin ne për Interin, por nuk kam se mos pëlqejnë drejtuesin politik në krahas kuptimin e kandidatit për deputet në zonë, i cili më së paku tregon që është i vërtet në atë që tregon. E kupton edhe kështu që në këtë sens, unë tani po e bëj këtë gjë si një provokim bisede, pra jam shumë dakord, nuk ndrohet, feja nuk ndrohet, e gjitha këto kjo nuk diskutohet ose e ndron vetëm kur do vetë, nuk e ndron se tot Blendin televizor. Por mund kishte një kosto sipas stafit tim dhe ndërkohë unë i thash që shikoj edhe po ka pak kosto, është më mirë që ata të kenë një qasje tjetër edhe që ne të kemi një qasje tjetër që të jetë më e hapur në këtë pikë, sepse kjo është në fundit një pasion për një skuadër që është në fundit flitet për sport edhe mendoj që një nga gjërat që dhe të përgëzoj për faktin që e ke ndërmarrë si iniciativë, e the vetë në kryet herës që nëse ky podcast ka një qëllimi vetëm duhet jetë që njeriu të kuptojë që përtej njeriu, përtej figurës që del në televizor, Blendi është edhe një tifoz, është edhe një baba, është edhe një bashkëshort, ka inate, pasione, nerva, ka shumë nerva Eugene që ta dish. E ka provuar. E dim sa herë që na humbet skuadra. Ky humanizimi është i rëndësishëm edhe për publikun, që të kuptojë që me kë ka të bëj, çfarë presionesh dhe detyrime është i ke në nivel institucional si ministër, por edhe në nivel personal si tifoz i Interit që vuan darkë. Kështu që përgëzoj për këtë gjën elektoralisht, me aq se një sistemin nuk ka asnjë impakt. Shembulli më i mirë ishin zgjedhjet e fundit në Amerikë ku u ngrit një turr e tërë me VIPs and gjithë televizionet e ku diun se çfarë, thanë votoni filanin, por në fakt votuan Fistokun. Në fund të ditës njerëzit shikojnë kush bën punën më mirë, se pastaj karakterialistën e kë jemi e tregon Interi apo Juve. Atë mos ma thuaj kaq kollaj si përshkrim timin në reagim, sepse ka shumë raste që Interi fiton dhe që unë jam po aq i palumtur. Sepse për shembull kemi fituar në mënyrë nuk fituam siç duhet. Shumë të varfër me finordin për shembull. Ose jo, okay, kjo është mirë. Kjo është një fitore e mirë. Por ka raste që ne nuk fitojmë mirë dhe ajo nuk është një gjë që duhet kaloj pa u thënë mes nesh që jo. Sikundër ka shumë raste që ne mund të bëjmë barazim ose ne mund mos fitojmë, po ti ke dhënë jetën në fushë. Në rast se ti këtë e ke bërë për 95 minuta, 97, 98, sa ti shkoj, s'ke për të pas probleme me mua. Në rast se ti ke bërë gjithçka
por në rast se ti bën ndrime gabim, gabon trajneri, në rast se ti nuk luan gjithë loje, në rast se ti nuk hyn pjesë parë. Dhe kjo si vjet nuk ma mohon dot që ka ndodhur mos së paku një 10 herë. Dhe kjo është e pafajshme. Pra mungesa e përqendrimit nuk po mund të falet në një... që një jemi në çdo kompeticion aktualisht në garë, kështu që ndonjëherë duhet i kuptojmë. Pra do me thënë okay, pastaj duhen mjekë, psikolog që të na shpjegojnë. shpjegojnë. Po tregojmë atë anën njerëzore që jemi për tek kësaj data në funditës, domethënë njerëz janë aty kur zbresin fushë, nëse ajo për shkak Feyenoordi ja la federata 2 ndeshje pushim që të loste me Inter. E ka Interi atë luks që 3 ndeshje pushim Serie A që të losë me Feyenoord. Dakor, por nuk kemi qenë gjithmonë, si më thënë, nuk ka problem se humbi, nuk ka problem se barazojmë. Nëse ti shikon që ata janë kompakte, ata janë Nëse ata gjithmonë faktikisht që gjithçka atyre s'jam unë nuk e di, unë nuk e shoh kështu. Paktën e shoh që e japin maksimumin. Të paktën unë nuk i di arsyet. Mund të jenë dhe fizike, mund të jenë dhe formë, mund të jenë dhe çështje që lidhet me anë mentale, mund të jenë. Por ata aty janë shumë mirë të paguar dhe ata nuk duhet diskutojnë që mos jenë prezent një pjesë të lojës në fushë. Dhe ka pasur disa ndeshje si vjeti ka qenë kështu. Dhe kjo gjë nuk e di, a është kjo arsyeja sepse ne jemi 14 pikë më pak se sa sezonin e kaluar, apo është pastaj kumulativja e lodhjes edhe e stolit shkurtër e gjithë që ne i kemi. Faktikisht ne po luftojmë një skuadër që nuk ka kompeticion tjetër, kështu që dhe ky është disavantazh i madh, por gjithsesi jemi më poshtë se vjet, po ndërkohë praktikisht në Europë kemi qenë shumë më mirë se vjet, dalësh 4, pësosh vetëm një gol në 8 ndeshje. Nuk i intereson fare do të fitojë vëlla. Se problemi ky është me perfeksionistët. Do të tregoj një histori të bukur me zotin ministër. Vitin e kaluar ishte kur bëra atë retron te Pallati i Kulturës. Luanim Champions League. Ndark. Edhe i shkruaj unë. Shkoi mirë ndeshja. Se fituam. Po iki thot te Pallati i Kulturës, të shkruaj Pallati i Kongreseve. Të shkruaj më vonë. Ora 11:30 natës. Po ç'pun ke ti, them, ti ç'pun ke ti në këtë orë? Gëzohu se fituam, kaluam grupin. Thot, mosh nesër eventi e hapim. Pra, jo vetëm që do të fitoj, po do të fitoj bukur. E ka veremin që shiko, të fitojmë, po jo kështu në kot. Duhet të dalim dinjitoz, të jemi ne aty, dalim mirë, pra nuk është e rëndësishme. E kuptoj. Faktikisht jemi kryqëzuar në një aeroport. Kështu që i qaj hallin këtyre stafit tënë që palet heqin me perfeksionizmin tënë. Jemi kryqëzuar në një aeroport edhe rastësisht tani unë po shikoja ndeshjen në telefon se ishte orari ndeshjes, ishte udhëtimi në orën 11:30. Edhe po shikoja ishte fundi i ndeshjes, ose 10 minutat e fundit. Edhe tani shoh dikë me kurriz që po e dëgjonte te këto radio live, po nuk po e shikonte. Edhe thjesht ishte kështu. Edhe tani unë po dëgjoja audion, mendimi i parë është po shkoj që ti bëj share atë ekranin. Shkoj të shoh Blendin. Po hajde shoh. Dua vetëm ta dëgjoj dhe kam emocione. Nuk doja ta shikoja. Isha aq i shqetësuar dhe kisha ndërtuar një skem timen se si me telepatie, me ku diu me çfarë lloj mënyre elektromagnetike po komunikoja me një ekran që nuk thoshte asgjë, vetëm duke dëgjuar, sepse kam shumë merak vetë kënaqësinë, kam shumë merak këtë pjesën që dhe në përgjithësi unë nuk i dua fare situatat ku njerëzit janë dyst dhe kur e marrin kështu e kam shqetësim këtë pjesë. Edhe ose të paktën kur ata janë me Interin më krijon një acarim shumë të madh, se nuk mund të jesh me Interin dhe të jesh një karakter dyst. Kupton? Pra, mund të jesh dyst në çdo gjë tjetër të jetës tënde, por nuk mund të jesh me Interin dyst. Sepse në çdo moment, në çdo minutë që ka mbetur mund të ngjas një hata. Ose një mrekulli. Ose një mrekulli, okay, po domethënë frika është që të ruash. Ne ishim 2-1 me Feyenoord dhe unë kisha kështu sas pa hami gol, se futi edhe këto dy të rinj tani edhe po bën një dy gabime, po shkojmë 2-4. Ajo ishte një ndeshje më e menaxhuar dhe ishte gjithsesi me një rezervë nga ndeshja e kaluar. Po juve jeni tani këtu dhe nuk doni që të tregoni të këqij, po ka pas shumë momente që ne kemi djallosur vetë, sidomos si vjet. Po patjetër. Nuk jemi të paktën të pritshmëritë e mia në kampionat nuk jemi, sepse mendoja që një skuadër që dominoi vjet do vazhdonte të paktën bënte detyrën edhe me skuadrat e mëdha. Ne kemi dështuar me të gjitha skuadrat e mëdha. Dhe ka diçka me rikonfirmimet tona, të cilat kanë sjellë një vetësiguri në skuadër, në ata 11-12 që mezi kemi ne, të cilët nuk japin 100%. Po sapo e the, do të gjetë edhe një arsye tjetër sepse nuk kemi dhe aq mirë, sepse kemi 11-12. Kështu që edhe kjo është një arsye që
ata kemi një disbalancë shumë madhe ndërmjet titullarëve dhe jo titullarëve. Po mirë, këta çdo bëjnë tani, do na nxjerrin jek në kuptimin që do t'i paguajnë të gjitha vetëm me biletat tona të atyre të televizioneve. Sikur tisha aq e thjeshtë, po faktikisht në Itali është maskara totale me çështje financa, sepse nuk ka mënyra për gjeneruar para. Stadiumi nuk e kanë vetin, nuk gjenerojnë dot para aq sa do donin. E ke parë se sa marrin drejta televizive e fundit në Premier League merr më shumë se e para në Serie A. Që do të thënë është çmenduri kur e mendon. Po nuk është çmenduri, është ka lidhje, ka të bëjë me për hir të argumentit. Shef në një nga ju futboll amerikan? Jo. Nuk shih. Futboll amerikan. As të rregullat nuk ja di, kështu që nuk shoh. Skuadrat e futbollit amerikan kombinuar gjenerojnë më shumë para. Domethënë jo soccer, po futboll amerikan. Jo, futbolli amerikan NFL. Rugbya, besoj, po. Ai versioni amerikan i rugbis gjenerojnë më shumë ekonomi se të gjitha skuadrat e Europës futbollit marrë bashkë. Të gjitha, pa përjashtim. Sepse ekonomia amerikane ka skuadra në NFL, në ligën e futbollit amerikan, që vlerën $12 miliardë një skuadër. Okej. Më e dobta e tyre. Italia e ka këtë sfidë, dhe është një sfidë e jona, dhe është sfidë që me qira lafi se koincidon që edhe ministri i ekonomisë. Është esenciale, lidhja e sportit me performancën ekonomike është shumë e rëndësishme. Ditën që sporti ka akses në sponsorizime, në bileta, në mbështetje nga shteti, sporti performon. Ajo Anglia, edhe pse ne emitizojmë, më së pari ka tregun që shikohet edhe në Pakistan, shikohet edhe në Australi, shikohet edhe në New York. Ndërkohë që kampionati italian nuk e ka, ne ndihem se jemi të lidhur me të çdo ditë. Kampionati italian nuk e ka këtë. Dhe kjo është ky është një mesazh për ne me qira llafi që edhe ne duhet investojmë pak tek sporti si përfaqësues i kombit, më shumë se sa si fitues në një disiplinë apo në një tjetër. Që Italia nuk po e bën dhe ka reflektuar në performancë. Se sporti gjithmonë një mjet për të lidhur akoma shumë me komunitetet, për t'i dhënë njerëzve një mundësi për të bërë diçka ndryshe, dhe ne po kthehem prapë te tema e Interclub Run që do bëjmë. Prandaj zgjodhëm të bënim një aktivitet sportiv, sepse fare mirë do vinte Ranokja, do të takonim, do bënim një foto, po tham, po japim edhe një imazh sportiv dhe një imazh se si ne këtu një komunitet me interista mund të organizoj një gjë shumë interesante që ndoshta e ka zanafillën në Tiranë, po duke qenë se është Interclub Brand, Interclub ka në çdo vend të botës, mund të jetë një shembull i mirë që kjo gjëja të shpërndahet gjithandej. Kështu që ky do jetë edicioni i parë, ne do shohim, ne do bëjmë maksimumin ton që imazhet e Interi për tifozët e saj këtu, po jo vetëm për tifozët, për Tiranën, për Shqipërinë, për mikpritjen, për çdo gjë tjetër, të jetë maksimal. Sepse sot vjen një ish lojtar, nesër mund vi vetë skuadra, një moment tjetër mund bëhet një organizim akoma më madhështor, ku i dihet pastaj një skuadër shqiptare mund shkojë të lozi, nuk e di, në UEFA Champions League dhe mund vi në mënyrë zyrtare. Po ideja është ata ta ndjejnë dhe të marrin një shije të asaj që ne përjetojmë çdo ditë tu. Sepse ne sot kemi vetëm në Tiranë kemi një komunitet për 1200 veta që antarësohen rregullisht te klubi. Dhe për gjitha njerëzit nuk e kanë gjithë mundësinë që të shkojnë në San Siro të shohin një ndeshje, sepse kushton. Çfarë San Siro unë shkoj kur? Është e kuptueshme. Nuk shkoj. Është e kuptueshme. Sa herë që shkoj u humbi më barazojmë. Barazojmë po, ha. Po. Se një herë që kemi qenë bashkë kemi barazuar. Kemi barazuar me Fiorentinën. Me Fiorentinën, fillojmë pikate, e cila nuk mbaroi më. Edhe humbëm titullin. Po, fituam pastaj. Prap. Po mirë, më mirë në rregull. Gjithsesi, ne siç e themi bashkëvojtës, mund kujtohen ato rrezet e diellit ku kemi qenë bashkë për një foto te kupa. S'kam që them asgjë. Pra, jam gati t'jap, domethënë në kuptimin jo deri jetën, por në kuptimin jam gati që të sakrifikoj plotësisht, siç ishte edhe ajo që ne përjetuam edhe nga lodhja apo edhe nga radha ditë për të bërë diçka që ishte një ushtrim me vërtet shumë i pakëshillueshëm për ne që po bëhemi tani genci mosha të mëdha, por shkuam në stadium, desh barazuam, luajtëm me dinjitet, me zina mundën, ushtri Barkas, Guardiola, i ngriu gjaku. Mi përtej fushës. Sepse ne ishim lart, ishte një finale shumë fusha. Unë nuk kam asnjë problem. Do flasësh pak për përjetimin që pate, se ti ke qenë mesin tona atë ditë. Po. Nga mëngjesi deri para ndeshjes. Për përjetimin që pate me një komunitet nga gjithë bota, shqiptarë, shqipfolës, domethënë e mbajmën, kemi nejt aty në diell.
për pak në 2 orë. Dhe ka qenë qershor Po. Stambolli. Qershor. Qershor Stambolli. Unë mbaj mend ne donim gjenim gjëra që të fshinim thjesht djersë, po s'kishim më gjë vetëm bluzën që e kishim ujë. Ishte sfiduese, sidomos nga dehidrimi, në një moment caktuar ishim gjithë. Unë isha fëmijë i lumtur si gjithë ata që ishin aty. Aty s'kishte gjini, aty s'kishte mosh, aty s'kishte absolutisht as pasaport, as status, as identitet, as status, jemi kënaqur aty. Asgjë, ishim gjithë as status, po themi në kuptimin e punës që bën, pa as sa lekëve mund të kesh në xhep. Ishte kënaqësi më e madhe se shifje shenjën e barazimit se si funksiononte mbi atë masë njerëzore që ishin gjithë, domethënë ti njofe shumë histori atë ditë, domethënë dhe shumë njerëz që nuk do të binte domethënë rastin ndoshta në përditshmëri, edhe mua ajo gjë më pëlqeu shumë sepse atë ditë aty kishte njerëz nga çdo lloj fushë. Ndjes nga ana ime se mos ndoshta unë kam vënë ata në një çik në pozitë kur bënin foto gjëra. Jo, as pak madje sepse pak më parë po flisim për atë imazhin që politikanët duan të përdorin foto dhe selfie për t'i përdorur pastaj për kupton po. Ja, aty kemi qenë thjesht tifoz dhe madje çunat e kujtojnë gjithmonë sepse Blendi faktikisht, sepse ne kemi marrë gjithë biletën me fëmijët Interklubit dhe na është dhënë, na është caktuar përpara dhe kemi marrë mikoso shumë tulët. Edhe e kishte vendin te pjesa ku është edhe kurva nord. Tani ata janë çik kështu, domethënë bëhen tap edhe vinë duan të ulen aty ku duan. Dhe thon, këto janë shokët e mi, do vinë edhe tani vinë një grup prej ku diun 5 apo 6 vetash edhe. I thon parit, iki thotë se jemi ne. Ikën ai. Thon dytit, iki thotë se jemi në kurva nordit tu sepse kemi shokë këtu, ikin dhe i dyti. I treti që dhon Blendi. I kthen të 6 mbrapa. Normal. Unë jam këtu i tha dhe nuk lëvizje këtu. Ja ku e ke biletën tha, shko flit me steward të bëj çfarë duash, ta unë nuk lëvizje këtu. Ikën gjetën vend tjetër ata. Po ti e do Interi tash më shumë se unë? Apo ka ndonjë nga ju që mendon se na e merr me forcë vendi që kemi këtu? Po. Në kuptimin se tash vim nga një zonë që se ka interes, po ka të shqiptarë interes. Dhe ne kemi nga anës tu për një gjë, jo po se na shikoni dhe këtu është ajo pjesa internacionale që na ndihmon shumë, se i thua ti se kupton se çfarë është kjo për ne dhe po se kupton ti je më pak interist se ne. Kupton, ne jemi shumë më tepër interist se ty. Ti je vetëm pak më shumë italian, por kjo nuk të bën ty më shumë interist. Edhe se interist është bukur kur ti nuk je italian në fundit, e kupton se është një gjë që është më e madhe se Italia. Kam filluar kuptojnë tani se ju respektojnë kudo. Jemi kudo që po nuk diskutohet, domethënë ne tani kur luajtëm në Feyenoord ishin 66 tifozë, ishte Interklubi që me numrin më të madh tifozë. Kjo na ndihmon që kemi diasporë shumë madhe që janë edhe antar, edhe në Aliancë tani do jenë shumë pafund, sepse nuk e cekëm, sepse ndoshta edhe dihet, po aktualisht Interklubi vetëm parashikimet asnjë lloj formati. Jo, nuk e do thoja që Interklubi shqiptar ose për shkrime që ulin palën tjetër, jo, domethënë sepse absolutisht grupi imi do thoja ne nuk jemi favorit, ne jemi totalisht underdogs. Tim ke parë që unë evitoj të flas për skuadrën, sepse skuadra është çik përjeton nivel personal edhe perceptimi i skuadrës është shumë personal për njerëz. Domethënë mund ta mendojnë skuadrën më të mirë në botë, mund ta mendojnë skuadrën më plot me probleme dhe gjëra të tjera. Unë kryesisht na duhen më shumë nga ata që nuk e mendojnë sikur skuadra më mirë në botë. Na duhen shumë nga ata që po flisja për një gjë ekskluzivisht shqiptare sepse na marrin qaf një turm atje pa kontrolluar, e cila mendon se do marri kupën. E kupton, është shumë shqetësuese. Nuk kemi fare ashtu, po thoja që domethënë euforia e parandeshjes dhe këto, domethënë është tjetër gjë ti je tifoz dhe të drithërohesh, sepse do ta fitosh, pra ti shkëlyesh se do ta fitosh, po është tjetër gjë një eufori absurde para se sa të bëhet ndeshja. Mirë, do bëjmë domethënë aty pastaj fillon më kap një po shqyr zoti domethënë me atë që kam parë me atë. Fushata kur mbaron? Domethënë që fillon në 11 maj mbaron fushata. Domethënë gjysmëfinalen, pak një nga gjysmëfinalet, nëse shkojmë, shpresojmë të shkojmë sepse duhet kalojmë Bayern, që është shumë e vështirë. Do donim shiko çfarë sapo ndodhi. Një nga gjysmëfinalet thotë. Shpresojmë thash të kalojmë. Jo, zotëri s'ka gjysmëfinale pa kaluar Bayernin. Këtu mbaroi. Iku mbaroi. Po nëse ndodh mrekullia do të thotë. Nëse do flasim pasi të ndodhi, do bëjmë episodin e dytë për pritmë ata luanin, ata po ti shifim edhe golat që bën dje ishte. Pardje më fal. Edhe golat që bën dje bëm Interi? Jo, Bayern. Okej. Bayern s'e kam pa fare. Dhe golat që bën ata dhe po ti shikoje luani për menç.
Po dhe me Celticun Luanin përmend luajta po përmendsh. kualifikuan minutë fundit me fat. Dakor, po janë të automatizuar, janë krejtësisht. Më të automatizuar skuadrë se Inter në këtë moment nuk ka, që i lozin përmendesh. Po kanë probleme tjera, siç që përmendëm pak më para. Qofse flasim për automatizim loje. Nuk dyshohet që ato do jenë motivuar në këtë ndeshje, kjo nuk diskutohet. Dhe kjo është e pafalshme që ndodh në ndeshjen Serie A. Por këtu nuk është se Interi bën gabime që nuk është i motivuar. Kjo është e padiskutueshme. Dhe prandaj edhe kemi bërë ndeshje shumë mira në Champions League, ndoshta prandaj më mirë atje. Nuk e di se pse ndodh kjo, po edhe në Stamboll ishim shkëlqyeshëm. Nuk ka rëndësi, ti humb, por ti vjen dhe ata duhet fitonin kampionatin e më pastaj prej Stambollit. Aq fort dolën ata nga Stambolli. Pra, domethënë, është tjetër gjë ajo, nuk ka problem. Kur ata nuk duan të jenë 100% të ligj për ta marrë atë gjën, për ta dominuar ndeshjen, për ta shkëlyer kundërshtarin në ndeshje, në kuptimin sportiv fjalës po flasim, këtu fillojnë problemet. Po, ata nuk mendoj se kanë një skuadër që nuk do. Ideja është ndonjëherë ka mungesë motivimi dhe mungesa motivimi vjen nga shumë faktorë. S'mund të ndodhi, më kjo është e pa por që ja që ndodh. Sepse mund të jetë nga shumë faktorë, pastaj motivimi ose edhe çështje përqendrimi. Për shembull, për mua Inter nuk i mungon motivimi, më shumë ndonjëherë mungon edhe përqendrim, se për shembull nuk mund të hash 2 gole nga Monza. Po prandaj pra po. Është e pamundur, dëgjuajtje. Ka një element që neve na shpëton. Ne jemi tifozë, ata janë të punësuar. Ne kemi pasion, i punësuari nuk ka pasion. Dikush që luan me Interin sot, i vjen një kontratë më mirë, ndron fanellën sot për nesër. Kemi pas shumë. Jo vetëm ne, është standard botror ky. Pra ne mendojmë se për kushtimin, unë për këtë gjë zihem shpesh me Blendin kur shkruajmë teksa shohim Inter. Jo, unë jam dakord me ty. Se thotë që ku është grinta, ku është për kushtimi, se ai robi ndërkohë duke u paguar 8.250 euro dita. Lojtari jonë mesatar me gjëra llaf. Po ky lloj pasioni nuk ekziston, ata janë profesionistë, ata punojnë, marrin një rrogë dhe për këtë punë mund edhe të mos performojnë shumë mirë. Atëherë sa po e dëgjove, jemi 2 botë. Brenda të njëjtit. Jo, nuk po justifikoj, unë jam dakord me ty. Unë po them duhet të jetë situatimi. Jemi 2 botë, pra ne jemi tifozët dhe ne nuk jemi njëkohësisht edhe skuadra. Këtu pastaj klubi dhe në përgjithësi klubi me gjithë degët e veta, pra dhe Juve, punoni fort kjo pjesa që të ndjehemi sikur jemi të gjithë një trup. Kjo duhet të ishte si strategji. Po ka vdekur kjo Por s'mund të jemi një trup komplet, sepse ata në fundit janë këta që thotë Genci. Kështu që neve duhet presioni jon, që pse patjetër, po unë mendoj që ndonjëherë ajo pika perfekte ku i bashkon të gjitha është kur ti, siç ishte edhe vjetne, arrin të bësh bashkëlojtar që përtej profesionit japin shpirtin fush, kanë pasion, sepse te Inter tani ka lojtarë që kanë pasion, kanë qenë tifoz më përpara. Por jemi dakord, po pse edhe kanë ndodhur në 4 vjet ndodh vetëm një herë. Po tani dhe këtë po them, që futbolli prandaj është i bukur tani, shpresojmë që ndodhi më shpesh. Unë mendoj që i kishim atributet për më shumë kampionate se sa vetëm një në këto 4 kampionate. Unë uroj mos e humbim të kampionat, por gjasat janë që ne kemi komplikuar tej mase këtë kampionat. Duke humbur gjithë ato pikë në skuadrat vogla. Nuk është e sigurt as. Megjithatë, le të lutemi që ta fitoj të na falin ata që janë me Milanin dhe me Juven, po do ishte, si më thënë, më e gëlltitshme po ta fitonte Napoli dhe Atalanta, në kuptimin që bëheshte pak më e lehtë për ne. Po që ta falin, këtë e themi nga që nuk e fshehim dot se sa do vuanin po ta merrin ata. Kështu që tani e fundit fare edhe këtu për ta mbyllur, çunat e kombinatit, ata që po na ndjekin, ndoshta jo të gjithë do jenë interist, po çuna goca kombinatit po kanë një aktivitet që lidhet me ato që ju do organizoni. Ne na keni mikpritës, kemi fusha, kemi implante, nuk janë të shkëlqyera, po janë të mjaftueshme për të bërë ndonjë përballje, ndonjë aktivitet, ndonjë gjë, na thoni. Kjo në kuadër të zonave sportive që kemi në aty, kemi disa menaxher, trajner, kemi disa pronar, të cilët janë dashamirës, të cilët janë të hapur që të bëjmë një turne që lidhet me Interin, ose që mund të lidhet me futbollin në përgjithësi. Ne jemi gjithkohës në kërkim të gjërave, sepse unë po e thoja pak më parë, sepse ose të lutem do bësh shembull që sa më shumë kombinatas të jenë që shkoj pak biseda ndryshe, po thoja që shumë njerëz nuk e kanë mundësinë që të shkojnë San Siro dhe ne pikërisht për ta duam që të bëjmë sa më shumë gjëra këtu. Dhe kemi bërë. Sepse ai është qëllimi, sepse ka njerëz të moshave të ndryshme dhe të background-eve të ndryshme. Kështu që ideja është që i radhës është Inter Club Brand. Ftojmë të gjithë, jo vetëm kombinatin, po
edhe njësitë e tjera që janë po aq të rëndësishme sa kombinati, po në këtë rast kombinati, që të vinë dhe të përfshihen sa më shumë. Atëherë Dhe do mundohemi të organizohemi. Patjetër, sepse nga çdo zonë, jo vetëm Tirana, po edhe gjithë Shqipëria, sepse unë e di që do vinë edhe nga Kosova, edhe nga Malizi, do vinë njerëz sepse ne po e bëjmë këtë gjë dhe po e bëjmë për interistat, po e bëjmë për treguar pasionin ton dhe për të lënë diçka që ta mbesin në mendje, po dhe diçka të bukur, një kujtim bukur për ata që po vinë dhe po respektojnë një komunitet si ky yni. Unë besoj se Genci do vrapojë me ne. Do eci. Në mënyrë të shpejtë. Po është edhe kjo mundësi për gjitha moshat, mund vinë ta bëjnë me ecje, sepse në fund na preken në Nokia që do na vej atë medaljen. Ne kemi bërë një medalje shumë të lezetshme që tregon nga njëra në qytetin, parkun e Tiranës, domethënë edhe dikë që vrap. Po nga ana tjetër është tema Interit, është shumë gjë e bukur dhe një kujtim i bukur, edhe bluza vetë maratonës është shumë e bukur. Kështu që do jetë një gjë që neve mezi po presim ta organizojmë, edhe shpresojmë që dali pa aq bukur sa që kemi në imagjinatën tonë. Kjo është ajo që kemi në këto momente. Ndërsa unë kam një thirrje të fundit, që s'ka lidhje me Interin në fakt, por ka lidhje me punën tonë përbashkët. Kishim dhe një aktivitet shumë të rëndësishëm, se Tirana është shpallur për gjatë vitit 2025 kryeqyteti mesatatar i kulturës dhe dialogut. Qoftë Bashkia Tiranë, qoftë Ministria e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit e kanë qoftë si iniciator, qoftë si mbështetës themelor për fitimin e këtij titulli. Ne kemi një plan goxha të detajuar me evente që do ndodhin gjatë vitit në Tiranë për kulturën dhe dialogun, me që ky qytet ka shumë kulturë dhe dialog për të reflektuar e për të shitur. Po thirrja për të rinjtë e kombinatit, të rinjtë e treja, do ishte pikërisht kjo, nëse keni projekte të mira në kokën tuaj, sigurisht pasi të kaloj periudha zgjedhore, se tani nuk lejohet. Aplikoni për të marrë mbështetjen në bashki me projekte që kanë lidhje me kulturën, me dialogun, me ndërveprimin komunitar, me drejtat e njerëzit, me gjithë kontekstin e asaj që përbën kulturë te ky qyteti jon, dhe jam i bindur që dikush do t'i dëgjojë në bashki nëse kanë ide të mira që ja vlen për qytetin dhe komunitetin. Edhe ju që na dëgjoni që ta besoni me veshët tuaja, thirrja dhe ftesa ishte për të gjithë të rinj, ata që do të jenë pra gruponshat që kualifikohen për këto programe, që mund të jenë edhe të Juves, edhe të Milanit, edhe skuadrat e tjera. Do ta bëjnë zemrën gur. Edhe që mos jenë absolutisht të kushzuar në asnjë lloj forme nga vetëm një parti, por që mund të jetë nga çdo parti, çdo bindje, çdo besim, për të kuptuar që ky është një podcast që organizohet nga drejtuesi politik në kryeasi fushatës së Partisë Socialiste për kombinatin dhe është një podcast sportiv në kuptimin e një formule shumë jo skematike dhe ndryshe, besoj unë, sa i takon rolit tim, por çdo gjë që ne themi këtu, sidomos kur ka të bëjë me funksione publike apo me informacion publik apo me informacion që lidhet me, në këtë rast, me përfitues publik që mund të jenë nga këto programe që administrohen nga institucione publike, i takon të gjithëve dhe nuk ka lidhje në asnjë lloj forme me asnjë lloj pikpamje, po themi politike apo qëllimi politik apo fanell të caktuar. Thënë kjo, unë ju falenderoj juve shumë, ma ngritur shumë lart podcastin sot, edhe sikur ti kemi lodhur pak me kozgjatjen tonë, unë kam përshtypjen që unë shijova. Ata që na kanë dëgjuar do kenë shumë më tepër interes për të mësuar mbi Interin. Ne vijmë në rast se nuk janë me Interin. Faleminderit Blend për ftesën. Faleminderit.